unë kam shumë kënaqësi që sot të kem në studio një artist I cili ka krijuar identitetin e tij artistik fal talentit dhe pasionit. Sani Bajrami është me ne sot në Prizma në edicionin e fundit të përmbylljes për këtë vit. Mirë se erdhe, kënaqësi të të kemi sot. Faleminderit shumë për ftesën, edhe për mua është kënaqësi shumë që jem këtu në këtë intervistë bashkë me ju. Sani, ne të gjejmë në Maqedoni, por që ka 2 vite që ti je zhvendosur në Itali. Tani na trego, pse vendose që të zhvendosesh pikërisht në Itali, cila është lidhja jute me Italinë dhe apo vazhdon ta zhvillosh krijimtarinë tënde dhe punën tënde në një vend piktoresk dhe kaq të bukur sa që është Italia? Shumë e vërtet, unë pas diplomimit në vitin 2019, çdo I ri mendon kur e din veten se çfarë potenciali ka artistik, shumë herë mendon dhe emigrimin, do të thënë të lër vendin e vet dhe të shkoj për të kërkuar karrierën e tij diku tjetër. Pse ndodh kjo, Sani? Nuk është në vendi nuk premton të ardhme për artistët? Këta se them veç unë, e thonë edhe shumë artistë, edhe shumë njerëz të sferave të ndryshme ose profesione të tjera. Sidomos artistët. Po, është shumë e vërtetë se këtu nuk është se edhe vlerësohesh, por edhe nuk ke shumë hapësira për të bërë art siç duhet. Por për mua ka qenë vlerësimi, sepse kam qenë me të vërtet një artist që kam diplomuar, por kam punuar aq shumë sa edhe sot përmendem në universitetin ku kam diplomuar. Dhe pasi diplomova e bëra ca ekspozita, por pastaj nuk e di, më kapi një emocion që më desh pak të pushoj, kam pushuar pak, por jo se nuk kam krijuar vepra. Këtë periudhë kam pushuar domethënë në Itali, jam marrë më shumë me sport, por e shoh se ka qenë shumë e arsyeshme sepse sot jam rikthyer shumë më I fortë dhe jam duke punuar cikël pikturash, shumë me emocion dhe shumë me vetbesim të lartë. Pra të ka ndihmu ajo reflektimi, ndoshta që ti ke pauzuar një periudhë dhe ju ke përkushtuar më shumë mirëqenies tënde fizike, psiqike, ndoshta që pastaj të vazhdosh të shumë ka krijosh. qenë nevojshme, sepse unë kam punuar rregullisht dhe ndonjëherë duhet të ndalesh, të reflektosh ose të formohesh artistikisht shumë. Dhe pastaj je shumë më I pjekur. E shoh sot gjatë pikturimit unë jam shumë me vetbesim dhe ato ngjyra që I hedh në pikturë jam shumë I sigurt se më parë. Bukur shumë. Pse Italia dhe si të ka pritur ajo? Në momentin e parë. Edhe përmenda që ka 2 vite që tashmë je zhvendosur atje dhe pse paraprakisht në faza të ndryshme ke shkuar, prapë je kthy, po tashmë 2 vite je zhvendosur dhe po jeton atje. 2 vite jam zhvendosur. Kohën atëherë kur u riktheva këtu në kohë pandemie në Maqedoni, atëherë provova diçka tjetër edhe këtu hapa një galeri në të cilën e kam hapur në kohë pandemie dhe kam qenë shumë I suksesshëm. Kam patur nxënës që I kam mësuar mjaftueshëm, kanë marrë çmime, kanë marrë shumë çka. Ka qenë si kurs apo më duket për artistë Jo, kurs, por edhe me punimet e mia. Kam punuar për veten, kam qenë shumë I suksesshëm, kam shit shumë vepra, por problemi ishte se fillova dal nga dal duke unë dalur emocionalisht, nuk kisha shumë vullnet për të krijuar, duke I parë rrethana, nuk e di pse unë dalova, akoma edhe sot nuk e kam kuptuar. Në një fazë shumë të suksesshme ku galeria ka marrë hov, nga aty ka dalë shumë talent, pse? Çfarë ndodhi me ty emocionalisht në çfarë? Pata edhe ftesë nga gjimnazi për të qenë profesor, kam punuar një vit si profesor, edhe aty nuk e gjeta veten. Ndonjëherë mendoja, po sigurt mund të jem I përhershëm këtu, nuk e doja këtë ide këtë. Dhe besoj se nuk kam bërë gabim, edhe sot që e shoh, nuk kam bërë gabim. A ndjesh tani mirë emocionalisht, ndjesh I përmbushur me vendimet që ke marrë? Shumë më I përmbushur jem, sepse unë e pata thënë shumë herë me kolegë. Nëse jetoj këtu, unë duhet ta bëj artin thjesht për qejf, nuk duhet jam shumë I vendosur për të krijuar diçka, sepse jam I mendimit se këtu unë nuk mund të bëj art, dhe kësaj bindje do jem besoj gjithmonë. Sepse kam provuar, nuk jam vlerësuar as në universitetin ku kam studiuar. Unë e kam thënë dhe do ta them çdo herë, unë kam qenë një student, jo, mund ta them vetë se askush sot nuk e lavdëron një artist, po se tregon punën tëndeve. Kam qenë një student shumë I dalluar, kam punuar që rrallë student sot mund ta bëj punën time që kam bërë në universitet. Dhe kom parë që këtu nuk vlerësohesh. Këtu studentët që
ndryshojnë disa profesione ose disa drejtime, futen në artin figurativ, e këto mundohen profesorët pak t'i ngrejnë. Studenti që është i vetë i pavarur, do të thënë nuk kërkon ndihmën e askujt, atë mundohen ta anashkalojnë, qoftë në për ekspozita, edhe unë nuk kam qenë një njeri që i kam ndjekur këto, kam qenë pak vetjak, nuk ja kam shtrit dorën askujt, ose ndonjë partije. Dhe kam vendosur, e mira e ime është që të largohem nga këtu, qoftë edhe nëse s'bëj art ose nuk arri nivelin ku dëshiroj unë. Mendoj se nuk zhgënjem nga kjo që, sepse nuk jam zhgënjer as pak deri më sot. Kjo është më e rëndësishmja, vendimin që ke marrë të rezultoj ashtu si që ti ke dashur. Dhe me qenë se ti ndjehesh mirë emocionalisht, besoj që kjo është më e rëndësishmja. Ajo është për çdo artist, kur ti je mirë emocionalisht, ti edhe krijon shumë më lirshëm, se në momentin që nuk ndjehesh asnjë punë nuk shkon siç duhet. E the që ke nisur tashmë të punosh një cikël veprash. Për çfarë vepra bëhet fjalë? Mund të na zbulosh diçka? Je duke i punuar këtu ose në Itali që ta dim se ku të ka ardhur kreativiteti? Jo, jam duke punuar në Itali, por është me të vërtet një cikël që unë rrallë herë e kam pëlqyer punën time. Zakonisht puna ime pëlqejet nga çdo kush. Sepse punoj fort. Je shumë kritik i punës tënde? Shumë jam kritik. Ky cikël ka filluar shumë të më pëlqej. Nuk e di pse, thash jam formuar shumë më shumë artistikisht dhe në momentin që rifilloj një vepër kam shumë siguri. Domethënë e di që nuk do dështoj. Nuk e di, thash kjo periudhë më pëlqen shumë. Këto piktura jam duke i krijuar në Itali dhe nuk e di, ndjehem sikur kam për rilim diçka mesme dhe artit që krijoj. Ma herët që ose s'kam krijuar, po kam punuar shumë rregullisht dhe nuk ndaloja të shoh çfarë bëj. I dija gabimet, unë edhe atëherë ku i lë gabimet ose diçka që nuk shkon, por kjo periudhë që kam pushuar pak më shumë, kam ndihmuar shumë, kam reflektuar me veten time dhe kam krijuar atë identitetin tim siç the edhe ti. Dhe mendoj se do arri atje ku dua. Domethënë pëlqejet jashtëzakonisht, por më e rëndësishmja është që kam gjuhën time artistike këtu. Dhe besoj kjo është më e rëndësishmja për një artist, është kulmi e i pikës profesionale, kur e dim më se çfarë do, dhe i ka përmirësuar ndoshta gabimet që i ke ndjerë, që i ke rrugës, dhe tani jetë tamam në atë pjekurin që e ke kërkuar. Në pikturë është duhet të gjesh veten tënde, domethënë po nuk e gjeta atë stilin tënd, nuk krijove diçka tënde, të identifikohesh. Do jesh vetëm artist in the making, duke u po. Shumë herë njerëzit që s'kan të bëjnë me pikturë mendojnë se diploma është në pikturë, ti je artist, piktor. Ti mund të kalosh 30 vjet, unë sot që shoh 40 vite dhe mund të mos jesh piktor. Ti vetëm je një imitues i natyrës ose diçka e përreth, por nëse ti nuk krijon diçka nga vetja, krijosh stilin tënd, kjo vlen edhe në veshje ose diçka tjetër, po nuk ke ti një stil veçantë, nuk mund të dallohesh nga tjerët, po. Unë kam gjetë disa nga veprat e tua të cilat ti jo shumë shpesh në fakt i shpërndan në rrjetet sociale, por ato që mua më duken më të bukura dhe më kapën syrin edhe pse nuk jam ndonjë eksperte e artit, po që gjërat e bukura janë të bukura. Po. Ajo çfarë të identifikon ty si artist është puna që ti e bën rregullisht me kuajt dhe portretet. Pse kuajt dhe portretet, Sani, çfarë është ajo që ty të tërheq më shumë të pikturosh portretet të njerëzve dhe pastaj nga ana tjetër shumë shpesh të pikturosh edhe kuaj? Unë e kam filluar edhe kam diplomuar me figurën e portretin e Kalit, por ndonjëherë njerëzit mendojnë sigur unë i dua shumë këtë kafshë. Po cila është lidhja shumë herë e lidh me emocionin e njeriu. Domethënë se njeriu me figurën e Kalit ka qenë çdo herë i lidhur. Domethënë Kali për mua mban një peshë shumë të rëndësishme, domethënë si për ne është një figurë që ka kontribuar për njerëzimin dhe vazhdon kontribon, por të dija figurat edhe njeriu edhe kafshës për mua mban një peshë, një emocion parafërsisht të njëjtë. Domethënë po të shikosh kështu kur i sheh në televizor, shumë më ndryshe është kur i ke live. Domethënë ti ndjen në figurën që si e paraqes unë, ti ndjen një emocion, një figurë të një Kalit, i cili shumë herë e paraqes sigur është duke urrëzuar nga pesha që mban, nga emocioni, asnjëherë nuk i shfaq, domethënë në vrapim, çdo herë janë në një si
përfaqe të mbyllur, ku më shumë dua të tregoj atë emocionin që mban kjo figurë. Domethënë shumë herë e lidh me energjinë time të brendshme, varësisht se si jam unë në ato momente e paraqes. Shumë herë e paraqes të lodhur, shumë herë, domethënë nuk e shoh si figurë të cilën e pëlqej. Pra janë refleksi i asaj të brendshmes tënde, të asaj çfarë ti ndjen. Si ndjehem periudhën, unë e shfaq figurën e Kal. Domethënë e bëj të qartë se asnjëherë nuk e lidh me figurën të cilën unë e pëlqej. Nuk është se shumë jam i lidhur, por shpreh emocionet e mia me këtë figurë, sepse vetëm kjo ma jep atë lirinë për të krijuar unë art. Po ashtu edhe portretet. Portretet janë në artin figurativ janë shumë të rënda portretet, por unë kam bërë shumë portrete realiste. Por tani unë kam parë shumë portrete, po nuk e di, portretet e tua më duket sikur të shikojnë, të flasin, janë portrete që ta kërkojnë vëmendje, nuk janë thjesht portrete pa shpirt, po ta kërkojnë vëmendje, të kërkojnë të ndalosh dhe sikur të flasin, të përqojnë emocion. Për këtë dua çdo herë ta përçoj te shikuesi, domethënë portretet e mia janë me penelata shumë të rënduar. Domethënë po të afrohesh shikosh një portret timin, ka shumë ngjyrë, shumë kolorit. Domethënë kjo tregon që unë kam arritur të kem një siguri shumë në mënyrën e se si paraqes ngjyrat. Në momentin që unë nuk kam dhënë emocion të shikuesi domethënë shumë mirë edhe që portreti flet, nëse e shikon nuk është një portret i zakonshëm ose i rastësishëm, mundohem të jetë sikur ajo fotografia e gjallë, ti kur e sheh realiste është e gjallë, edhe në këtë mënyrën si e paraqes unë ekspresive, abstrakte, mundohem të jetë sa më i gjallë. Në momentin që e arrihet, aty ndaloj. Po. Të përzgjedhja e portreteve, mua ajo çfarë më ra në sy, së fundmi ke bërë portretin e një gruaje shumë të bukur shqiptare, që është Grida Duma. Regjia të më ndihmoj ta kthejmë. Çfarë të ka tërhequr të pikturosh Gridën? Që është një grua që reflekton forcë, reflekton vetbesim, siguri, bukuri, besa se është edhe një grua shumë e bukur. Ja të ndalojmë te ky portret. Edhe mua më ka pëlqyer çdo herë kjo si më herët që ka qenë në politikë, siç e the edhe ju, e thatë edhe ju, nuk vlen të shtoj diçka më tepër, është një grua që ka rezistuar kohës, domethënë që nga periudha e politikës, po më vjen mirë që unë momentin që e kam pikturuar, kjo nuk më ka shkruar, domethënë diçka vetë, kam komunikuar me motrën e saj dhe pritet këto ditë që dorëzoj personalisht dhe më ka thënë që e ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë dhe ka shumë dëshirë që t'ja dërgoj. Gëzon ky fakt kur e merr këtë feedback të një gruaje që ti e ke simpatizuar, ndoshta dhe ke vendosur që edhe ta pikturosh. Normalisht që gëzon, sepse për figurat si kjo, domethënë mendoj se ka shumë piktura që janë dorëzuar dhe kur e veçon diçka domethënë më speciale siç është piktura ime, normalisht se më bën të ndjehem shumë i vlerësuar. Bukur shumë. Tani kthehemi te qyteti yt, te Tetova, edhe pse në fillim potencove faktin që je i zhgënjur nga realiteti. Në çfarë mendon që të ka formuar si artist Tetova, ka ndikuar në formimin tënd artistik, energjia e qytetit tënd? Sepse nga Tetova ka ndalë shumë artist, ne duhet ta pranojmë të ka diçka Tetova që rrit artist. Ka shumë student këtu punëtor, jo vetëm të artit, këtu studentët punojnë shumë, edhe mësojnë, ligjerojnë, domethënë edhe në fushat tjera, janë shumë punëtor. E shoh edhe në art ka shumë artist, por thash nuk i jepet mundësia për të deportuar. Është një vend të shumë shohin, thash të mirin të argëzojnë ose ta luftojnë për të mos u ngritur. Unë ku kam marrur forcë më shumë nga këto probleme. Unë kam qenë një student jo shumë rebel në fillimet kur kam hyrë në universitet, por pastaj kur kam kuptuar, unë jam një njerëz që e nuhas shumë talentin e tjetrit. Edhe unë nuk jam marrë shumë me kolegët e mi student. Ajo që më ka veçuar që s'kam patur kur xhelozi, për askand, kam ndihmuar shumë piktor, kam ndihmuar shumë kolegë të mi, të cilët edhe kanë dashur ta lanë universitetin, unë i kam ndihmuar. Ata e dinë shumë mirë.
Por unë kam filluar të merrem me këta që kanë dashur mos më vlerësojnë, domethënë te notat e këta. E kam parë potencialin e tyre. E kam parë që edhe nuk janë edhe të mirë sa ti. Edhe pse e ke profesor, ai punën tënde nuk e bën. Edhe jam marrur me këto, i kam kritikuar, kam patur kundër edhe student që i kam ndihmuar. Tash periudhën në vitin e 3 dhe 4 unë jam shndruar në një student shumë i rebeluar. Domethënë i kam kritikuar, nuk më ka interesuar edhe nëse më humbin vitin, por nuk kanë kjo si pakënaqësi e ytja. Shumë kam qenë në atë periudhë unë kam qenë shumë thash emocionalisht sepse nuk mund ta kuptoja se si mund të shtihen profesorët me një student. Akoma edhe sot thash, edhe mendoj gjithë karrierën time unë do flas kështu për këta, sepse për mua nuk kanë qenë profesor, se profesor thjeshti nuk duhet shtihesh me studentin, duhet ta motivosh, edhe unë kam bërë rolin e profesorit. I kam mësuar që ato nxënës që kanë ardhur te unë 15 vjeç kanë qenë 16, pa problem ato regjistrojnë në cilin universitet dëshirojnë, sepse i kam mësuar, nuk jam shtirë me ta. Më thënë, kjo periudhë ka qenë që më ka forcuar. E shoh sot, kur e kam bërë një përmbledhje se si ka rrugtimi i, kjo periudhë në të cilën kam patur shumë probleme më ka formsuar artistikisht, sepse sot nuk ja kam frikën askujt në këtë profesion. Shumë herë kanë thënë se jo, në Itali ka atje ka këtu shumë konkurrencë, për mua s'ka vlerë asnjëherë kjo. E kam provuar veten dhe jam vlerësuar çdo kund. Kam patur rastin një koloni artistike të cilën e kishin në Tiranë, isha i befasuar se si në fund këta kishin nderin të kemi një artist si ti përballë. Domethënë për shteteve shumë ndryshme. Edhe në moment që kam qenë në Itali, nuk ju besoheshte se në këtë moshë ke arritur këtë sukses të pikturave. Se ndonjëherë, shumë herë tek ne e lidhin suksesin se sa ekspozita do bësh. Unë punime kam patur për ekspozita që në fillim kur kam domethënë në pikturë. Po asnjëherë nuk jam një njeri që vetëm dua të dalë, domethënë në publik të prezantoj punën. Dua thjesht edhe pse jam akoma i ri në këtë profesion, dua të tregoj një nivel artistik shumë të lartë. Nuk dua të dalë vetëm shfaqjem e bëra një ekspozitë. Kjo ka qenë synim dhe do jetë çdo herë. Mendon që këtë mundësi do ta kesh në Itali, që ndoshta tamam të kesh atë primin tënd, të cilin ti e meriton dhe që do kishe dashur besoj ta kesh në vendin tënd, por që fatkeqësisht nuk po e kërkon më dhe ke vendosur që të dalësh jashtë kufinëve, ke zgjedhur për momentin Italinë dhe pastaj do na tregosh se cilat janë planet e tua, ku do jetë destinacioni final apo do të qëndrosh në Itali. Planet edhe nëse kam shumë, nuk është se i tregoj se kohës fundit nuk është se më ka ndalur edhe aq shumë. Por plani kryesor është që unë do merrem me këtë profesion dhe asnjëherë nuk do ndaloj, pavarësisht çfarë mund të ndodhë gjatë jetës, unë e di që do bëj art, sepse jam e kuptoj dhe është shumë reale ajo që them se unë jam i krijuar për të krijuar art. Dhe nuk ta heqin dot artin dhe talentin që ti ke. Asnjëherë. Nuk e bën krijimin artistik tek unë vetëm që jam talent. Unë kam punuar shumë dhe vazhdoj të punoj, domethënë sot nuk di jam i dallueshëm këtë aspekt sepse për pak kohë mund të krijoj shumë piktura, shumë vetbesim plot kam në punën që bëj. Ta lidhim me atë se në Itali është se më kanë vlerësuar jashtëzakonisht shumë, por ende është arti shumë klasik, domethënë që në rilindje që kanë vetë me periudhën realiste që kanë punuar piktorë të mëdhej. Dhe akoma vazhdon ai arti klasik, domethënë i kohës të tjera, dhe kjo pak më step, sepse unë i përkas artit bashkëkohor, domethënë krijoj shumë art modern, domethënë arti im është shumë ekspresionist që lidhet me abstraksionizmin dhe kjo më shtin shumë herë të mendoj që nuk do jem, domethënë nuk do vazhdoj jetesën edhe për gjatë, por planet tash nuk i tregoj, por e vërteta është që nuk do ri edhe shumë gjatë atje, do provoj diku tjetër ku më shumë është i pranishëm arti. Okej, përveç vlerësimit që ti ke marrë dhe faktit që po ndjehesh shumë mirë, në çfarë ka ndikuar pozitivisht jetesa jote atje? Ke krijuar tashmë shoqëri, ke krijuar rrethin tënd, si nis dhe si përfundon dita jote atje? Atje kam krijuar një rutinë e zakonshme, por e cila më pëlqen shumë. Punoj, vazhdimisht punoj edhe pikturë, sport bëj shumë. Edhe me këto
me miq që jam lidhur edhe atje, nuk është unë çdo herë kur ulem ose më njohin, nuk e prezantoj veten, edhe shumë, po ato çdo herë janë pak natyrën ose karakterin e kanë pak si ne, çdo herë hulumtojnë të kërkojnë diçka më shumë gati. Më kanë vlerësuar shumë, jashtëzakonisht shumë, vjen mirë. Por rutina ime është sport, punë, pikturë, e cila më pëlqen shumë. Domethënë sportin, momentalisht sportin dhe pikturën e kam lidhur shumë bashkë dhe të dy paralelisht ecim përpara. Dhe më pëlqen kjo periudhë. Jam tash në momentin më të mirë si emocionalisht, si artistikisht, domethënë nuk kërkoj edhe më shumë se kjo që kam. Më vjen shumë mirë. Po, të kurimet e portretit, ka kërkesa për portrete dhe cila është pjesa më e vështirë kur realizon një portret që të arrihet ky rezultat për cilin ne po flasim? Portretet e thash edhe më herët, zakonisht portretet më shumë që kërkojnë punë dhe mund, për të cilat unë nuk është se i pëlqej shumë, është portretet janë realiste, të cilat i kërkojnë më shumë bardhëzi, çdo herë njerëzve ju pëlqen portreti sa më realist. Por më e vështira edhe shumë më e vështira është kjo, domethënë kjo për të cilën ti duhet të jesh shumë i sigurt në portretin që e shfaq, për shembull kjo është një mënyrë ekspresive ku ti luan me brushën ngjyrat, por nuk duhet të ikish shumë realitetit ose karakterit të personit. Domethënë kjo është për mua shumë më e rëndë. Por zakonisht njerëzit kërkojnë portrete realiste, thotë dua si foto, po kam filluar edhe nuk i bëj më, thjesht unë vendoj kushte nëse dëshiron mënyrën si e paraqesun ose nuk e bëj. Pra nuk dëshiron që të jetë tamam si fotografi, por e don të jetë më realiste. Të jetë një moment ndoshta një sekuencë e gjallë e fotografisë. Ajo të merr pak më shumë kohë, ja, për shembull kjo është një portret realist, dhe të merr më shumë kohë, dhe për mua nuk më jep kjo një ndjesi ose kënaqësi, sepse e di, domethënë momentin që e filloj atë portret e di se ku do arri. A këtë që bëjnë domethënë nga ndjesia portret shumë, kjo është mënyra shumë më e rëndë, domethënë se ti këtu fillon me një ide, por gjatë punës ndryshojnë shumë momente se si e mendon ngjyrën për ta paraqitur, kjo më jep më shumë emocion. Kjo është mënyra shumë më e rëndë, domethënë se thash edhe më herët, kur i sheh në foto duket sikur është të punuar me një shtresë. Kjo donja për zgjerrje ngjyrash dhe ti je shumë i sigurt nëse e vendon. E qartë. Sani, sa mund të mbjetoj një artist nga arti? Shumë artist këtu tek ne e thonë që ne gjithë nëse i merr ose i ke një grup të madh artistësh, gjithë thonë ne mbjetojmë. Por shumica e atyre që thonë mbjetojmë, ato s'janë punëtorë. Shumica që kanë galerinë të to, unë shumicën e njoh, kam ndjekur punën e tyre. Artisti i vërtet që punon rregullisht, domethënë punon rregullisht. Unë kam shitur shumë piktura, portrete, jashtëzakonisht shumë. Unë s'mund ta them se mbjetoj, asnjëherë. S'mund mbjetosh ti. Janë shitur me çmimin që ti e ke kërkuar ose është dashur ndoshta në shumë raste dhe të bëhen kompromise, sepse te ne e dim që nuk është se vlerësohet arti dhe një vepër origjinale atë sa e ka vlerën. Nuk është se vlerësohet, kam shitur edhe me çmime që vetë i kam dëshiruar. Për thash, unë kam qenë një artist që kam punuar shumë edhe kam shitur. Asnjëherë s'kam thënë se mund të mbjetosh, nuk ke shansa të mbjetosh në Maqedoni. Pra duhet kesh edhe një profesion tjetër dhe artin ta kesh aty, por që jo të mbjetosh nga. Jo, nuk mund të tash është ta thot dikush që po mbjetosh, është nuk besohet ajo gjë, sepse kur të shkosh edhe në vendet që është mjaft i kultivuar arti, edhe ato kanë probleme. Edhe ti shkon nga Maqedonia, nga Tetova, jo ne mbjetojmë. Si mbjeton ti? Unë nuk e them këtë gjë, edhe pse tash kam shitur shumë punime me mira portrete kam bërë, por nuk e them, as do e them kur. Domethënë momentin që e dëgjon nga kjo është një gënjeshtër shumë e madhe, nuk mbjeton një artist pa më patur një punë zakonshme. E qartë, okay. Kush është një artist që e ka influencuar punën tënde, rrugtimin tënd artistik? Një artist me cilin ndoshta ti e rritur, po tani që po flasim në këtë distancë kohore, tani e ke këtë përgjigje.
dikush që të ka frymzuar, një stil ekspresiv që po e thua dhe ti, dhe që ndoshta të ka lejuar edhe ty të jesh më kreativ në mënyrën se si ti e shfaq artin. Fillim unë e kam ndjekur shumë realizmin dhe si fillim ti kur njoftohesh me këto artistët e mëdhenj nëpërmjet historisë së artit, më ka pëlqyer shumë anatomia se si Leonardo da Vinci ka krijuar figurën e kalit, anatomi. Fillim shumë ka pëlqyer kur shifja punimet e tij me laps, domethënë vendosa në kokat mënyrën atë identifikova qartë se vizatimi duhet të jetë për mua baza, sepse një njeri aq i madh siç e një historia e artit si Leonardo da Vinci, i cili ka bërë shumë hulumtime nëpërmjet lapsit, pendës, e kush jam unë të bëj diçka shumë më ndryshe se ai. Domethënë fillimi ka qenë laps. Kjo më ka impresionuar në fillimet si. Por sot jo, nuk i shoh këto artistë, domethënë se komplet janë në tjetër dimension të artit, ti përkas tash artit të bashkëkohor, ekspresionist, abstrakt. Ka shumë artistë, sot mund të frymëzohem edhe nga një që ndoshta s'ka kryer universitet, po më pëlqen mënyra si i ka paraqitur gjira. Gjithë artistët vjedhin nga pak mënyrën si i kanë paraqitur, sepse nuk jemi ne gjeni ta shkrijojmë nga hiçi shumë herë. Më pëlqen shumë herë tash më shumë që shoh koloritin se si e kanë paraqitur. Nuk kam një artist të identifikuar. Ka shumë sot nëpër shohim edhe nëpër jetën sociale, shumë artistë të cilat janë mjaft të mirë dhe nuk është që s'marr diçka që shoh ndonjë ngjyrë ose diçka. Pastaj shumë herë edhe ndryshon gjatë rrugës nëse e bën, por shoh shumë, nuk jam tash. Jam si natyr shumë vetjak, kështu më pëlqen të jem më i mbyllur, por nuk është se edhe nuk e gjen frymëzimin. Gjithandaj. Okej. Ne kemi arritur fare në fund, ishte shumë kënaqësi, më vjen shumë mirë që të gjetëm në Maqedoni dhe të realizonim këtë bisedë bukur. Unë të dëshiroj shumë suksese, të uroj vitin e ri, megjithëse sigurisht vetëm 2 ditë na ndajnë nga janari i vitit të ri 2026. Uroj ta kesh shëndetin dhe uroj të realizosh të gjitha planat dhe të realizosh jetën ashtu siç ti e ke projektuar. Ishte shumë kënaqësi që ishe me ne sot. Faleminderit shumë për gjithë këto fjalë të mira, edhe unë ju uroj gjithashtu gjitha të mira dhe uroj të kesh suksese sa më shumë me emisionet e radhës dhe urime feston gjithë juve dhe gjithë shues. Shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi.